Do të mbetemi tek e njëjti argument, do të lidhemi me ekspertin e bujqësisë Eduard Çarka. Përshëndetje. Kemi thuajse të njëjtën situatë, zoti Çarka, që duket se përsëritet çdo vit, prodhimi bollshëm i shalqirit dhe në fund mungesë e tregut apo edhe bashkëpunimi me grumbulluesit. Çfarë është duke ndodhur? Siç e thati, është një fenomen ciklik që ndodh çdo vit dhe ka sjellë dëme të jashtëzakonshme për fermerët, sidomos të asaj zone të cilët kanë tokat përshtatshme për kultivimin e kësaj kulture dhe i mbjellin çdo vit. Mirë, po fatkeqësisht u bën vite radhë që përballen me të njëjtin fenomen që produkti ose nuk u kërkohet fare ose kur u kërkohet me një çmim që është nën kosto dhe dalin me humbje. E kemi trajtuar si fenomen, nuk është vetëm në kulturën e shalqinit, është edhe në kulturat e tjera dhe vjen për shkak të mos orientimit të fermerëve me kërkesat e tregut. Parandalimi i këtij fenomeni bëhet vetëm duke orientuar fermerët me kërkesat e tregut. Aktualisht në vendet ku eksportohet ka dalë prodhimi vendas, edhe për shkak të ndryshimeve klimatike ka filluar të dalë më herët prodhimi atje. Ata patjetër që na konkurrojnë sepse kanë fusha pafund teknologji dhe mekanikë më të përparuar, subvencionohen 5 herë më shumë nga fermerët tanë dhe kështu që tregun e zë produkti i tyre. Tu politika e orientimit mund të konsistonte në studimin e tregut dhe e vetmja që ka të instrumentat në dorë për të bërë orientim të fermerëve, studim tregu është qeveria, sepse ka të dhenat e doganave, ka të tregut ndërkombëtar dhe në rast se do studiojë ky treg, do të orientoheshin fermerët për hershmërinë e prodhimit dhe të thuaj që në rast se dilni me prodhim deri në filan ditë kur del produkti i vendeve ku eksportohet, atëherë ju do përballeni me rrezikun. Ai diskutimi me tregtarët, unë do ta trajtoj jo në këndvështrim populist. Natyrisht unë i njoh shumë mirë fermerët e Imshtës, janë ndër fermerët më punëtorë që ka Shqipëria, njerëz shumë punëtorë të ndershëm, por gjërat duhen gjykuar drejt dhe natyrisht në ekonominë e tregut ku jemi nuk mund ndalosh njëri të mbjelli dhe tregtoj prodhimin e tyre. Pretendimi tjetër që ata ushtrojnë forcën e tyre negociuese për të ulur çmimin, kjo pastaj është akuzë e rëndë dhe këtu takon institucionet të ndërhyjnë dhe të sjellin prova dhe kanë gjitha kompetencat ligjore që të ndërhyjnë për ta ndaluar si fenomen. Por të thuash që pse mbjell ai dhe pse tregton vetin nuk është pretendim me bazë, por tjetra, mbikëqyrja e çmimeve dhe luftimi i politikës për të ulur çmimin dhe për përfituar nga ulja e çmimit e fermerëve, kurrisë fermerëve, kjo është një fenomen që duhet faktuar dhe është përgjegjësi e institucioneve. Fermerët e Imshtës kanë përfaqësues, edhe në pushtetin vendor, edhe në pushtetin qendror, edhe duhet të kërkojnë llogari atyre. Duhet të kërkojnë llogari që të verifikojnë provë, të gjejnë provat, të qyrin hallkat e zinxhirit, të konstatojnë sa i blen këto tregtarët e fermerit, sa eksportojnë, sa janë shpenzimet e transportit dhe të magazinimit, dhe në rast se fitimi i tyre kalon atë përqindje normale apo ata përdorin ushtrojnë fuqinë negociuese që kanë, shfrytëzojnë dobësinë e fermerit, atëherë institucionet duhet ndërhyjnë menjëherë. Ky është problemi i zgjidhjes. Pastaj si fenomen, unë thash në fillim, është dhe në kulturat e tjera. Parandalimi bëhet nëpërmjet orientimit, jo më kot unë si antar i bordit të bujqësisë imponova në programin e opozitës krijimin e një agjencie për studimin e tregjeve dhe orientimin e fermerëve. Pastaj masat për zbutje janë disa. Cilat janë këto masa? Ka ndodhur në Republikën e Maqedonisë Veriut, kur u shfaq fenomeni siç është sot në Lushin në Imsht, atëherë shteti ndërhyri duke subvencionuar, duke dhënë 10
10 cent për kilogram shalqi, që zbuti humbjen e fermerëve, por ishte fenomen që ndodhe një herë, sepse pastaj ndërhyet për ta parandaluar dhe për t'i dhënë zgjidhje efektive. Masa tjetër është subvencionimi i fermerëve, që është zbut kostën e tyre dhe pakson humbjen. Për kulturat e tjera, se për shalqirin është pak e vështirë, është industria agropërpunuese. Edhe këtu ne jemi shumë mbrapa, sepse atë që nuk e përthith tregut freskët, atë duhet ta marrë industria përpunuese. Ka modele të konsoliduara në rajon, nuk kemi pse të shkojmë larg, kur qeveria i paguan faturën fabrikat të përpunimit dhe ata zgjerojnë tregun dhe vitin tjetër e blejnë vetë. Pra këto janë masat dhe për ta luftuar, për ta parandaluar dhe për ta luftuar si fenomen, sepse është një nga fenomenet që po shkatërron bujqësinë shqiptare. Imagjinoni sa vulnerabël është ekonomia e një fermeri dhe kur ai dështon hedh miliona lekë shpenzime dhe nuk merr asnjë lek, ai e ka shumë vështirë të rimbjelli vitin e ardhshëm apo sezonin e ardhshëm dhe kjo i largon fermerët nga bujqësia dhe nga Shqipëria. Është një fenomen shumë i dëmshëm dhe duhet ndërhyrë për ta parandaluar dhe për të zvogluar pasojat. Ne në çdo shoqëri të emancipuar, pasojat e tilla shpërndahen në të gjithë shoqërinë, nuk i lihen vetëm fermerit. Mirë po ne jetojmë në një shoqëri të tillë, kemi një qeveri të tillë që edhe pse këta fermerë u përmbytën, u dëmtuan nga ngricat, nuk u prek fondi rezervë i buxhetit shtetit, po vetë preket për mosamollimin e të. E kuptoj, zoti Sharka, aktualisht çfarë është bërë për subvencionimin e fermerëve? Deri tani kanë funksionuar skemat kombëtare që funksionojnë nafta pa taksa, rezultoi jo eficiente, mbasi u përdor për disa vite, tani po përdoret 100.000 lekë vjetra për hektar, por fermerët duhet të kenë mbi 3 hektar. Është një subvencionim shumë minimal. I vetmi subvencionim që mund të rezultojë efektiv është një skemë re që aplikohet si vjet, që është 10% fermerit i kthehet 10% të vlerës së faturave që ai ka shitur te fermeri, te tregtari, por që ka probleme shumë dhe shpresoj të korrigjohen. Është një fond shumë i vogël i planifikuar që mbulon gati as 10% të prodhimit bujqësor në Shqipëri. Ky fond i planifikuar për të kompensuar fermerët, bën përjashtime të jashtëzakonshme. Gjithë fermerët që shesin te biznesi i vogël apo të tregtarët e vendit nuk e përfitojnë këtë, përfitojnë vetëm ata që shesin te tregtarët që janë subjekt të tatimit vlerën e shtuar dhe që japin faturë për fermerët. Përjashton shumë gjithë fermerët që shesin në të zezë, sepse natyrisht janë informal, por kjo duhesh luftuar ky fenomen përpara, pastaj të përdore kjo skemë kompensimi, e cila do të ishte në shërbim të luftës ndaj informalitetit. Do të keni konsiderat që nëse informaliteti në ekonominë tonë, sipas dhënave, sipas ekspertëve, vërtitet në 30%, në bujqësi është mbi 7%. Është mbi 2 fish informale qarkullimi i produktit bujqësor në Shqipëri në raport me sektorë tjerë të ekonomisë. Dhe ky është një fenomen shumë negativ dhe e dëmton shumë sektorit. Ndërkohë, krahasuar me një vit më parë, si paraqitet grafiku i çmimeve për këtë sezon? Jo vetëm për këtë kulturë bujqësore, e kam në përgjithësi. Po. Zakonisht çmimet janë varësi të raportit kërkesë-ofertë. Mas dëmeve që patëm nga përmbytjet dhe nga ngricat, pati një paksim të ofertës, pati një zvoglim të prodhimit serave dhe po ta mbani mend në muajt prill dhe maj ne patëm çmime të larta të shitjes së perimeve, që dëmtuan dhe konsumatorin dhe një përfitim për fermerin. Por kjo erdhi sepse kishte ulje prodhimit nga ajo që shpjegova. Ndërsa me stabilizimin e prodhimit gjithçka vajti në trendin e viteve të fundit. Kemi ulje të çmimit, tani edhe trangulli, edhe domati, edhe shalqini, edhe gjithë kulturat që prodhohen në zeqe janë me çmim pothuajse në kosto. Është një trend që
është shumë i dëmshëm për fermerët dhe e ka të kurrur sektorin. Shifrat e Istatit flasin, është i 5 vit që kemi rritje negative të sektorit, kemi ulje të peshës sektorit në prodhimin e brendshëm bruto të vendit dhe kemi braktisje të bujqësisë nga fermerët dhe lënies të tokave djerë. Është një problem që ne nuk kemi nevojë të shpikim rrotën, mjafton të marrim politikat e mira të rajonit dhe të implementojmë Shqipëri. 3 janë parimet e politikës përbashkët agrare të Bashkimit Evropian, që është politika më e vjetër që funksionon në këtë institucion. Çmime të ardhurat drejta për fermerët, çmime të arsyeshme për konsumatorët dhe adoptimi i bujqësisë me ndryshimet klimatike. Po që të realizosh këtë, duhet një serë politikash që ne për hir të vërtetës jemi larg praktikave të mira të rajonit dhe shumë larg politikës agrare të përbashkët të Bashkimit Evropian. Ne nuk kemi marrë asnjë mas për të realizuar të ardhurat drejta për fermerët, që fillon që tek orientimi, te subvencionimi në raport të drejtë me fermerët e rajonit. Ne kemi një të kurrë të prodhimit vendas edhe për konkurrencë pandeshme nga produktet e rajonit, të cilët subvencionohen 5 herë më shumë nga produktet e fermerëve shqiptar. Kemi luftë të egër tregtare, kemi prishje të imazhit të produkteve tona nga mos funksionimi i instrumentave të shtetit për garantimin e sigurisë ushqimore, sepse jo rrallë na dalin produktet kontaminuara nga analizat që bëhen në vendet e Bashkimit Evropian, dhe kjo e ka dëmtuar imazhin. Dëmtimi i imazhit çon në ulje të kërkesës për produktin tonë dhe në ulje të çmimit dhe në stogje siç është për shalqiri. Janë një serë problemesh që duan vullnet të mirë, që fatkeqësisht unë konstatoj që kësaj qeverie mungon dhe ne diskutojmë çdo sezon, çdo vit dhe çdo ditë vetëm probleme të stogut të produkteve të fermerëve, të uljes së çmimeve, të çmimeve nën kosto, të produkteve që prishet imazhi etj. Dhe meqense ju e përmendët cilësinë dhe kontaminimin, të paktën nuk e di sa korrekte janë, po kanë qarkulluar informacione që prodhimi i sivjetshëm i shalqinit, nëse është vendas apo i ardhur, nuk jam e sigurt për të mos bërë gabime, ka qenë i kontaminuar, pra ishin jashtë parametrave për të konsumuar. Është e vërtet kjo? Dhe nëse po, çfarë duhet të bëjmë? Është një problem shumë shqetësues, sepse garant për sigurinë ushqimore janë institucionet shtetërore, AKU-ja dhe institucionet tjera të qeverisë. Ne nuk mund të lëmë sigurinë ushqimore dhe në dorë të ndërgjegjës fermerit. 99% e fermerëve janë të ndershëm dhe zbatojnë teknologjinë edhe në agronomi dhe mundohen të respektojnë çdo normë dhe çdo standard. Mirë po, shkaqet ekonomike, këto që ne diskutuam më përpara, shitjen në kosta etj, mund të nxisin një përqindje shumë të vogël fermerëve që të abuzojnë me inputet që përdorin dhe përpasojnë ne të kemi produkte të kontaminuara. Mirë po, siç e thash, kjo nuk i lihet në dorë ndërgjegjës të fermerëve, duhet të funksionojnë institucionet shtetërore të cilët kanë detyrë ta parandalojnë këtë fenomen, por dhe ta marrin mbikëqyrje të përhershme, siç e mbajnë institucionet e Bashkimit Evropian dhe të Shteteve Bashkiake, që ne të kemi një cilësi, një standard ushqimor të garantuar për popullatën. Ky është një problem i madh. Ne kemi AKU-n që e mbulon, ju kujtohet kur kryeministri me fillim mandatit 4 tha që ky institucion nuk ka funksionuar, e shkriu, pastaj nuk dihet fati i këtij institucioni. Ato kanë një sasi të caktuar analizës që bëjnë, një kohë të caktuar që e bëjnë në mënyrë rutinare dhe gjithmonë ne jemi përballur me atë që ju diskutuat post factum, pasi produkti është konsumuar. Kjo mund të kenë dëmtuar edhe shëndetin publik, por dëmi është dhe në prishjen e imazhit të produkteve tona. Pra unë nuk mund ta them me siguri që ne kemi konsumuar produkte të kontaminuara dhe besoj është një pakicë, por janë institucione shtetërore, janë analizat laboratorike ato që duhet t'japin përgjigjen saktë. Ka spekullime në këtë furrë sepse ka njerëz që përdorin këto aparatet që shiten në treg lirë që nuk janë eksakt, pastaj
ka spekulim mediatik dhe e gjitha shkon në dëm të produktit. Gjithsesi prevalon interesi jonë si shoqëri që të kemi produkte bujqësore dhe blegtorale të sigurta dhe ne duhet të mësojmë kërkesës ndaj institucioneve shqiptare institucione qeveritare që të na garantojnë këtë standard, sepse gjithçka që diskutohet pastaj nuk zgjidh gjë, është vetëm përgjegjësi e tyre dhe ata kanë mundësinë dhe kompetencën që t'japin përgjigje edhe për të qetësuar publikun, por edhe për të shpëtuar imazhin e produkteve tona, sepse kanë sjellë dëm të jashtëzakonshëm ekonomik. Faleminderit zoti Sharka për gjithë argumentet që përcollët. Faleminderit juve.